Alarm në aeroplan mbajtësen amerikane në lindjen e mesme. 5.000 ushtarë të raskapitur. Trump i pre. Mira ushtarak amerikanë në bordin e aeroplan mbajtëses USS Abraham Lincoln të dislokuar në lindjen e mesme, po përballen me lodhje të madhe, moral të ulët dhe probleme me furnizimet, ndërsa familjarët e tyre kanë ngritur alarmin për kushtet në anije. Aeroplan mbajtësja me mbi 5.000 pjesëtar ekuipazhi ndodhet prej 9 muajsh në dislokim dhe nuk ka bërë një ndalesë në port për të paktën 200 ditë. Normalisht ndalesat realizohen çdo 30 deri 45 ditë përveç rasteve kur operacionet ushtarake kërkojnë qëndrime më të gjata në det. Sipas familjarëve të ushtarakëve, në anije janë raportuar mungesat produkteve të higjienës, probleme me furnizimin me ushqime të freskëta, pretendime për ujë të kontaminuar, raskapitje dhe rënje të moralit. Shqetësimi më serioz lidhet me gjendjen psikologjike të ekuipazhit. Të paktën një marinar ka rënë në det, pavarësisht alarmit të familjarëve dhe kërkesave të disa senatorëve për hetim, presidenti Donald Trump ka minimizuar situatën. I pyetur nëse ishte shqetësuar për kushtet në USS Abraham Lincoln, Trump tha se nuk mendonte se anija kishte qëndruar në dislokim as afërsisht aq gjatë sa duhet. Kur një gazetar i tha se familjet e ushtarakëve ishin të shqetësuar, presidenti reagoi, jo, nuk janë. Pentagoni dhe drejtuesit e Marinës gjithashtu kundërshtojnë përshkrimin e situatës si krizë. Sekretari në detyrë i Marinës, Hang Chao, pranoi se ushtarakët janë shtyrë deri në kufit e tyre, janë të lodhur, por tha se ata nuk janë thyer. Ai deklaroi gjithashtu se planet e ushqimit janë përshtatur kur furnizimet e freskëta nuk kanë qenë të disponueshme, por këmbguli se nuk është humbur asnjë vakt. Sipas tij, vetëm një numër i vogël raste të shëndetit mendor janë trajtuar. Dhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth tha se raportimet për kushtet e aeroplan mbajtëses janë keq interpretuar plotësisht. USS Abraham Lincoln pritet të zëvendësohet nga USS George Washington, por deri atëherë, mira marinarët amerikanë vazhdojnë një nga dislokimet më të gjata dhe më të lodhshme të viteve të fundit.